Në teatrin Skampa, banda frymore Afërdita prezantoi një koncert premier me pjesë të njohura shqiptare dhe të huaja nën moton Tinguj që frymojnë shpirtin e qytetit. Në drejtimin e mjeshtrave të muzikës Emin Palluqi dhe Antonio Pine dhe interpretimin virtuoz të artistëve pjesëmarrës, publiku shijoi tingujt që pasqyrojnë shpirtin e qytetit dhe emocionin e skenës. Kjo ishte diçka që edhe neve instrumentistëve na ka dhënë kënaqësi në punë, por është diçka tjetër që është afër me publikun. Hera e parë për mua sot që isha pjesë e orkestrës frymore Afërdita, e nisëm si një bashkëpunim në një bisedë thjesht, por që realisht rezultoi shumë mirë. Kishim një premier të rëndësishme të bandës frymore Afërdita të qytetit të Elbasanit. Është një band pothuajse e rinovuar, është një band me repertor të ri. Teatri Skampa vlerësoi gjithashtu dirigjentin Emin Palluqi, i cili prej 30 vitesh drejton bandën frymore Afërdita. Ne sot si institucion kemi një mirënjohje, një certifikat mirënjohje vlerësimi për punën dhe për kontributin shumë vjeçar të profesor Palluqit, si në dirigimin dhe drejtimin e orkestrës frymore të qytetit, po sigurisht edhe në punën dhe kontributin në mësimdhënien në shkollën në Nufrin dhe gjithë të breza studentë që i kanë dhënë. I urojmë suksese dhe punë vazhdueshme që do të bëjmë për të rritur akoma më lart cilësinë artistike. Koncerti Tingujt që frymojnë shpirtin e qytetit mblodhi dashamirës të muzikës, artistë dhe qytetarë të apasionuar pas kulturës.